Paraditja e së hënës jo vetëm që nuk ka pasur një trafik më të lehtësuar në dalje të Shkodrës krahasuar me fundjavën, por ka qenë edhe më rënduar. Si në ardhje nga ura e re e Bunës, ashtu edhe në daljen kryesore të qytetit në drejtim të Baqallekut, trafiku e automjeteve ishte shumë i rënduar, siç dëshmohet edhe në filmimet për këtë kronik. Radha automjeteve ka arritur deri në rreth 1 kilometër deri tek ura e Baqallekut, siç e kemi theksuar edhe në kronikën e ditës së shtunë, datë 7 qershor për këtë problem. Këto pamje janë një sinjal domethënës që paralajmërojnë se sa i rënduar do të jetë trafiku gjatë këtij sezoni veror në dalje të qytetit të Shkodrës. Nuk përjashtohet mundësia që kjo situatë të përsëritet edhe në hyrje të qytetit në orët e pasdites, kur qytetarët kthehen nga Velipoja. Nëse kjo ndodh në 10 ditëshin e parë të qershorit, kuptohet qartë se sa alarmante pritet të jetë situata e trafikut në Korrikë dhe Gusht, kur shtohet fluksi i vizitorëve, turistëve dhe emigrantëve që vinë për pushime. Kjo është një këmban alarmi që bie fort për Bashkinë e Shkodrës, autoritetin rrugor dhe policinë, që të veprojnë pa humbur kohë për të gjetur një zgjidhje alternative për daljen nga qyteti, në mënyrë që të parandalohet rreziku i bllokimit të muajit Korrikë-Gusht. Orientimi i trafikut të qarkullimit nga rruga e Gurit të Zi për daljen nga Shkodra për një kategori të caktuar automjetësh gjatë kësaj periudhe dhe deri në shtator është alternativa më e diskutueshme për të lehtësuar trafikun në zonën e rrethrrotullimit tek gjykata e apelit Harku i Brdicës. Po u la kjo situatë sot, atëherë nuk duhet çuditur me bllokim alarmant të trafikut në dalje të Shkodrës.